Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në këto momente ju ftojmë të dashur dëgjues që të lusim së bashku mbretreshën e qiellit. Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretreshe e qiellit gëzohu, aleluja. Se ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove ta ngushëllosh botën, bëj që në nënën e tij, Virgjërën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat të purgatorit, ati ynë që je në qiell, u shetroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, dhe u shndrit drita e pambaruar. Pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues, po vazhdoj me orën e mesme, sot është e martë dhe jemi në javën e 5 të kohës së Pashkve. Psalmet i marrim nga java parë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Eni o ju sklever që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë e lavde të denja. Sepse kjo është koha, kur me vendim të padrejtë ja dorëzoj vdekjes së njerëzve, gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku jegër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyj natë e Birin e Tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona e parë. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa e parë, meditimi i fjalës së Zotit në ligj. Dashuria ndaj hyjit është kjo, që ne t'i zbatojmë urdhërimet e tija. Lexojmë tek letra e parë e Gjonit Apostull 5:3. Lum njeriu me sjellje të pastër, që ecën në ligjin e Zotit. Lum kush i mban dëshmitë e tij, që e kërkon me gjithë zemër. Sepse ai nuk vepron keq, por ecën udhëve të tij. Ti i shpallë urdhërimet e tua që të mbahen përpikrisht. Oh, sikur të ishin të drejta udhët e mia.
për t'i zbatuar rregulloret e tua. Atëherë s'do të skuqem, nëse do t'i mbaj urdhërimet e tua. Do të lavdëroj në pastrinë e zemrës, i mësuar ndër gjyqjet e drejtësisë sate. Unë do t'i zbatoj rregulloret e tua, por ti askur mos hiq dorë prej meje. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 13, klithma e një të drejti në sprov. Hyi në të cilin e kemi shpresën, ju mbusht me çdo gëzim e paqe në besimin tuaj. Lexojmë tek letra Romakëve 15:13. Deri kur o Zot do të më harrosh krejtësisht? Deri kur do ta fshehësh fytyrën tënde prej meje? Deri kur do të shqetësohem në shpirt, në zemrën time do të kem trishtim për çdo ditë? Deri kur armiku do të më rrish shqipe mbi krye? Shih e më ndihmo o Zot, hyjim. Ndreti sytë e mi që të mos më kap gjumi i vdekjes. Të mos thot armiku nga dhënjeva mbi të, që të mos gëzohen salvuesit nëse rrëzohem ndonjëherë. Por unë jam i sigurt në dashurinë tënde. Le të galdoj shpirti im në shpëtimin tënd. Do t'i këndoj Zotit, bamirësit tim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 14, Maria e të patenzonit. Ku shumëzua mëkati, shumë i begatshëm u bë hiri. Lexojmë tek letra Romakëve 5:20. Tha i marri në zemrën e vet. Nuk ka perëndi. U prishën të gjithë. Veprat e tyre të urryeshme. S'ka më njerëz të ndershëm. Prej qiellit Zoti vëren drejt bijve të njerëzve, që të shoh në ka ndonjë njeri të mençëm, ndonjë që e kërkon hyin. Të gjithë e lanë rrugën, të gjithë së bashku u prishën. S'kan mbetur as si që bëjnë mirë, s'mbeti asnjë. A thua, s'do të zënë mend ata që bëjnë keq? Ata që përpin popullin tim siç e han bukën? Nuk e thrasin në ndim emrin e Zotit, pra një ditë do të dridhen prej tmerrit, sepse hyi është me brezninë e të drejtëve. Dëshironi ndoshta ta çoni huq synimin e të mjerit, dijeni veç se Zoti është strehimi i tij. Izraelit i ardh shëlbimi prej Sionit. Kur ta kthej Zoti popullin e vet nga robëria, seç do të gëzoj Jakobi, seç do të gëzoj Izraeli. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i orës 6 nga letra e parë e Pjetrit Apostull, kapitulli 3. Pagëzimi që tani ju shëlbon, ky nuk është pastrim ndyrësie të trupit, por uratë drejtuar hyjit, për ndërgjegje të pastër në përngjalljen e Jezu Krishtit, që e ngritur në qiell, rri në të djathtën e hyjit. Nxënësit e panë Zotrin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi. O hy, ti na përtërin për jetën e pasosur me ngjalljen e Krishtit. Forcoje fenë e shpresën e popullit tënd, që kur të mos dyshojmë në premtimet që ti vet na i ke bërë, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron, në bashkim me Shpirtin Shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen.